sikurse gjatë viteve të tjera, edhe si vjet po postohen fetva të ndryshme dhe njerëzit bien në huti të madhe dhe shpesh pyesin se a është e vërtetë që prej sot me 1 Dhulhixhe nuk lejohet apo është haram qethja e nënsqetullave, prerja apo heqja e çdo lloj çimesh për ata që do të bëjnë kurban, qoftë mashkull apo femër. Hoxhë nderuam, ju lutemi na sqaroni këtë meselë më mirë që ta kuptojmë se si duhet të veprojmë ne që dëshirojmë të prejmë kurban. Kjo është për ata të cilët duan të thirrën kurban. Kjo është mësfarë për haxhin, haxh atje. Kjo është enkas për haxhin, haxh. Tamam, e veçantë për ta. Por pastaj është një hadith men arada an yudhi fala yakhudh min sha'rihi wa dhafrihi shay'a. Ai i cili don të thirrë kurban, mos të merr asgjë prej çimeve të flakëve, thajve të tjerë. Ulemat kanë folur për këtë meselë. Andaj edhe njerëz tash flasin, ç'është pyetja, postojnë shkrime të ndryshme të tjerë. Disa shoh këtë meselë pak më ngushtë dhe marrë me fetvan e Imam Ahmedit. Imam Ahmedi, Allah e pas mëshiruar, ka fetvan se nuk bën asesi që të mirën as një qime pej trupit, as thaja, as kurgjë, nga nata, kur fillojnë, se nata fillon para ditës, dhe ditë e Dhulhixhes derisa ta thirr kurbanin. Kjo është mendimi i Hambelive, është një mendim i Shafiut. Tamam? Mendimi tjetër e Shafiut është e preferuar i obligative. Hanefit e Malikit e kanë hala ma bot. Thë, është mirë, bën, por mëse me rekat, mëse shtrëngani. Nuk e bëhet gjëna. Nëse prejnë thajt shkullqimit e trupit i rruna, i shkurtana, i prej flakta, këtë të sen, nuk e bëhet dëllë gjëna. Mandje cekin të shprehen është me kërë të nëzihi, jo të ahrim. Së këndejmi, nuk do me ashtë rëngu njerëzve këto. Por ti i të nkom i thonë njerëzve, nëse ti dënë dhe mundesh, për ata që e prejnë, që bënit me prej, kurbanin, me qëndru pa i prej thajt, pa i hekqimit të trupit, derin bajram, branë ty dhe ditve, vepra sepse ka sevap. Po nëse s'mundesh, nuk e bëj gjëna. Ose harran, ose pritën, ose nuk e bëj gjëna. Andaj mund të themi të ka ik një sevap, një fadilet, por gjëna nuk e bëj. Kështu mendojmë edhe ne, Allah e din më së miri.